Ka qenë një rezultat jo i kënaqshëm për vetëvendosjen. Unë mendoj që Albin Kurti e ka prit 28 dhjetorin edhe e ka ditë konkretisht që ka më shku si proces. Ka qenë shumë i vetëdijshëm me propozimet e kuvendit, ka qenë shumë i vetëdijshëm me zvarritjet edhe me këto farë, nëse mund t'i quajmë lojnat që ka bën me opozitën ose me deputet në Kuvend Kosovës, edhe këtë sfundmi e kem pa edhe me afatet kohore, konjunkca deri në momentet e fundit, sepse e ka planifikuar sakt edhe ka qenë një strategji të cilën e ka mirë mendu dhe ka realizu ashtu që ka mendu deri në fund dhe ka mri qëllimin e tij që me kthy prap në 50% që ka qenë paraprakisht, se Kurti e ka kuptuar që gjuha që ka përdorur në zgjedhjet e shkurtit nuk ka qenë më gjuhë elektrizuese, sikur ka qenë sa ka qenë opozit, por ka qenë gjuhë që i ka kushtuar. Edhe ne kem pa në momentin që u bë fshata e dhjetorit, keni gjuhë krejt tjetër, një gjuhë shumë më ndryshe, shumë me një qasje, nëse na kem pa një kurt... Sigur i ndërrun rolet. Fiks, sepse nëse deri në zgjedhjet e shkurtit opozita kishte një fushat me një strategji, me një program, me një gjuhë më të butë, Kurti ishte më rigoroz, më kritik.